Mirë, kthehemi këtë bisedë interesante me Ervin Saliani, anëtarin e kryesisë të Partisë Demokratike, por në linjë qartë themi kritike me linjën zyrtare të leadershipit të PD-s. Beko. Ne këtu folëm për paqartësi nga ana e Saliut në çështjen e Sali Berishës, në çështjen e përcaktimit të objektivave tip politik dhe të strategjisë në varësi të vizionit që duhet të kishte. Në fakt, unë them që dy janë të qartë, si Saliu dhe Saliani. Janë të qartë sepse Saliani është i qartë, kërkon një parti demokratike të hapur, një parti demokratike të bashkuar, një parti demokratike moderne, një parti demokratike të mbështetur te meritokracia dhe një parti demokratike që të ketë një agjendë të qartë politike drejt pushtetit. Ndërkohë që Sali Berisha kërkon të kundërtën e kësaj, kërkon një parti personale dhe e ka bërë, kërkon një parti që ta dominoj dhe ta kontrolloj edhe këtë ka arritur sepse me vendosjen e grupit të deputetëve në listën e mbyllur të atyre që ka më besnikë dhe më protagonistët sot në aktivitetin politik dhe publik janë pikërisht njerëzit e tij, pra është ai vetë. Dhe me takimet e fundit, me daljen e Salianit, ne na doli vërtet, domethënë, shikojmë Berishën në pasqyrë. Pra, na doli Berisha që njerëzit mendonin se kish kapërcyer, nuk ekzistonte më si i tillë, si një punist i vjetër, i cili nuk e i dorë nga kurthet, nga planet dhe nga shpallja e armiqve të brendshëm, domethënë për të ruajtur pozitat e tij të brendshme. Për këtë arsye ai menjëherë, sapo u pik kafja, hodhi në lojë taktikat e tij. Taktika e parë është e rekrutimit, pra rekrutojnë ata të cilët mund t'i largonte, domethënë, nga linja e Salianit nëpërmjet joshjes. Taktika e dytë pastaj kur nuk ecën joshja edhe nëpërmjet mesazherëve që jam i bindur që dhe Saliani duhet të kenë shkuar, se unë e njoh mirë, se kam qenë brenda antar kryesie 2 herë. Dërgojnë mesazherët, kur nuk i vinë mesazherët, pastaj të lëshon silurat me sulme dhe shpifje, gjë që e pam. Që në takimin pasardhës, menjëherë ai njoftoi që lëshoj mesazhe. Nuk e di për mesazherët, po mua më zhdukur që Saliani lëshoi silurat që në fillim. I lëshoj mesazhe, unë mendoj që ka dërguar mesazhe. Dhe kur e pa që hasi rezistenta dhe pa që ky e kishte seriozisht këtë punë, atëherë lëshoi sulmet, duke quajtur si aktivitete që organizohen me mbështetjen e grupeve kriminale. Tani demokratët janë në sallë, nuk i quajti demokrat, dhe menjëherë Saliu kërkoi ta mbyllte këtë derë, ta mbyllte diskutimin dhe kjo histori të mbyllej këtu. Mirë, po kjo krijoi efekt të kundërt. Ndryshe nga herët e tjera ku shantazhi, sulmet apo denigrimet Saliut i kanë shkuar, kanë bërë efekt, kanë krijuar atë tulatjen, kurjen, tërheqjen dhe braktisjen e atij që ka marrë iniciativa politike. Këtë radhë nuk i eci dhe pam që nga këto sulme që ka lëshuar Saliu, kanë ardhur salla të mbushen gjithmonë e më shumë. Kështu që për mendimin tim të dy janë të qartë dhe një herë, ne po e mbyll, Saliani në objektivat e tij, Saliu në objektivin e tij që ta mbaj partinë pa rival dhe jam i bindur që nuk e ka mbyllur lojën me kaq, por do të bëj çështë mundra mos ta lej të kandidojë nëse zoti Saliani do të kandidojë. Po Skënderit e tij, pas të jap fjalën Ervin. Nëse pyet sot për krahasit më të hithtarët e Berishës, se si shpjegohet që doktori u rikthye dhe ju jeni kaq të bindur që ai duhet të jetë sërish numër 1 i partisë, ata të thonë të japin vetëm një shifër. Berisha ka 500.000 vota. Kjo është një përgjigje që aty për aty është suggestionuese, po nëse ti futesh pak më thellë, dali pastaj tek firët e para, firët e dyta, firët e treta, firët e katërta, për të arritur te ajo shifra magjike prej 750-800.000 votash që duhen për të fituar pushtetin në Shqipëri, nga e cila shifra që ofron Berisha dhe mbështetësit e vet është të paktën një 300.000 vota rregullisht pas. Tani e thënë kjo, besoj se ky raport shifrash na nxjerr tek ajo qartësia që me drejtë vën duke Beko, që është secili është i qartë, Saliani si sfidant dhe Berisha si kryetar ndetyrë i partisë, natyrisht që janë. Sepse realisht doktori e di që me 50 mandate minimumi që ai do t'i marrë kur do herë 50, se nga 140 deputet nëse vazhdon kështu parlamenti. Edhe 40 po mori prapë edhe 40 po morja i ndjehet mirë, ai thot ule sa duash sepse unë disa dhjetra do t'i kem të mit. Pastaj shkelim syrin e ja bëjmë 99 edhe rregullojmë pak. Kthejmë 99 dhe pastaj del ndryshe. 40 del më e madhe se 50. Del më e madhe se 50. Dhe ideja është këtu sokol që Berisha është kalcifikuar kaq shumë në parti
dhe ai aktualisht dhe në orët që ne flasim, siç edhe Saliani e vurin duke, po dhe në tjerët, ai po merr disa vendime që nuk janë për javën ose muajin e ardhshëm, po futet në disa komisione reformash që do të përcaktojnë se si do të jetë politika shqiptare jo pas 3 muajsh, po edhe pas 3 vitesh, sepse reformat territoriale e bëjnë këtë. Reformat elektorale e bëjnë gjithashtu këtë. Pra, ai po i jep formën ndër të tjera edhe pushtetit vet dhe sigurisë së këtyre 40-50 mandateve që i ka, dhe ja bën edhe më të vështirë sfidantëve luftën, sepse ja përcakton rregullat e lojës tavolinë pa qenë ata vet. Saliani tani i mbush sallat dhe realisht ka atë 30%-shin dhe unë e besoj që e ka. Po në qoftë se ai nuk mendon një strategji në fat shkurtër mundësisht, që të rrisë mbështetjen, tjetë sa më prezent mediatikisht, por edhe në aulat e politikës pa qenë fizikisht, sepse i dim rrethanat konkrete, unë mendoj se do të kaloj dhe këtë tren i orëve të vona, dhe pastaj lufta e tij do të relativizohet sepse do të ketë marrë formë sistemi, do të jetë kalcifikuar dhe më keq paritokracia. Ky është problemi. Saliani, kjo është sfidë e fortë. Ne kemi kaluar. Ju thatë që nuk është rrugë e gjatë, po prap. Po ka një gjë që e kemi kaluar këtë në parti njerë dhe ka tregu për mirë apo për keq, po ndodhi që institucionet, vendimarrjet, grupi parlamentar, drejtimi i partisë nuk është se vleti në rastin e ish-kryetarit apo jo. Erdhi masiviteti, reagimi i njerëzve bëri që partia, se partia janë patjetër, partia ishin njerëzit edhe ndodhi kjo që ndodhi. Krahasoni 2 personazhe të krahasueshme. Jo, po krahasoj po themi sepse me qenë se ka ndodhur pak a shumë në rrethana të caktuara, por jo njësoj, se krahasimet çalojnë, nuk ka diskutim që çalojnë. Nuk thoshte është partia ime. Po krahasoj gjithandej. Është partia që drejtoj. Jo, e thoshte, filloj. E thoshte, po se beson. Por ka një element tjetër që unë mendoj që duhet se si e mendoj unë që duhet bërë diskutimi. Unë kam e shoh unë si detyrim, se nuk është se më ka ngarkuar njëri, po për shkak, po themi të informimit caktuar, për shkak të një vizioni se si e shohën politikën, unë mendoj që duhet të demokratizojnë partitë politike dhe duhet bëjmë një debat mbi parime. Tani, opozita duhet të ketë një epërsi morale ndaj qeverisë. Jemi dakord? Epërsinë morale ne e krijojmë duke qenë ndryshe nga Edi Rama. Nëse leadershipi i Partisë Demokratike akuzon Edi Rama për vjedhjen